Qëndrimet e cilësuara si provokuese të kandidatit republikan për president Donald Trump, sa i takon emigrantëve dhe besimtarëve musliman, kanë sjellë një klim tensioni që është reflektuar dhe në tubimin e paracaktuar në Chicago. Afër një orë përpara nisjes së këtij aktiviteti elektoral, një person me ngjyrë është ngjitur në foltoren e Trump, duke shprehur zemërimin e tij për politikat raciste të biznesmenit të njohur, kjo është shoqëruar dhe me përleshje fizike. Qindra votues republikan kanë mbajtur pankarta në duar kundër biznesmenit Trump, duke dënuar gjuhën dhe artikulimin publik të ndërtuar mbi urrëtitjen etnike e fetare. Përplasjet e dhunshme këtë radhë me policinë janë shënuar dhe jashtë tubimit elektoral. Për shkak të këtij incidenti, Donald Trump është detyruar të shtyjë për një kohë të pacaktuar fjalimin në Chicago, ndërsa zgjedhjet në këtë shtet do të mbahen ditën e martë. Kohët e fundit manjati është shprehur për deportimin e emigrantëve dhe ndalimin e ardhjes së besimtarëve musliman në SBA. Më herët dhe presidenti amerikan Obama bëri një koment për fushatën e Trump, duke thënë se është përgjegjësia e Partisë Republikane që ka lejuar këtë lloj gjuhë raciste të Trump, i cili vite më parë ka vënë në pikpyetje dhe origjinën e presidentit Obama.